Mirë se erdhët në bota e horoskopit, le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 sinjat e zodiakut për ditën e ënte 20 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Dashi. Një plan i madh dash ose një besim që ke ndërtuar me kohë. Merr një shtys të re këtë të ënte, diçka që lidhet me të ardhmen tënde, një udhëtim që ke menduar të bësh ose drejtimin ku ke vendosur të ecësh, fillon të marrë një formë më të qartë dhe më optimiste. Pas analizës dhe pasigurive të ditëve të fundit, tani mund të ndjesh se gjërat po lëvizin përsëri në favorin tënd. Një plan që i rezistoi vëzhgimit të sinqertë së mërkurës, mund të rifitojë energjinë për të ecur përpara. Ajo që lëviz sot mund të jetë pikërisht diçka për të cilën kishe humbur shpresën se do të ndodhte këtë javë. Mund të marrësh një përgjigje për një kërkesë, një lajm për një plan të ardhshëm ose një pjesë të rëndësishme të një projekti që më në fund vendoset në vendin e duhur. Hëna në shigjetarë është në anën tënde sot dhe të nxit të shikosh më larg, të besosh te mundësitë dhe të mos kufizosh veten nga ajo që duke e pamundur dje. Dhe mesazhi i ditës, mos e braktis një ëndër vetëm sepse u vonua. Donjëherë vonesa është thjesht koha që i duhen gjërave për t'u rregulluar. Demi. Një situatë financiare e përbashkët që ka qenë ndërlikuar gjatë gjithë javës fillon të duket më e qartë dhe më e lehtë për të zgjidhur këtë të ënte dem, një çështje që përfshin paratë tua dhe një person tjetër që ka kërkuar shumë sinqerisht vëmendje që nga eklipsi sot duket më menaxhueshme se sa dukej të mërkurën në mbrëmje. Më në fund hapi i radhës bëhet i dukshëm. Mund të kuptosh se çfarë duhet të bësh për të zgjidhur një çështje financiare, për të rregulluar një marrëveshje ose për të vendosur qartë se si do të vazhdoni më tej. Thellësia dhe tensioni i viteve të fundit nuk kanë qenë të kota, edhe pse në atë moment mund të jenë dukur të lodhshme, ato të kanë ndihmuar të shohësh situatën ashtu siç është në të vërtetë. Të ënten do të kuptosh pse ishte e nevojshme gjithë ajo analizë. Një situatë që më parë duke e bllokuar, tani ka një rrugë përpara. Mos ki frikë nga bisedat e sinqerta përparatë. Sot qartësia është ajo që të çon drejt të zgjidhjes. Binjakët. Një marrëdhënie e afërt, merr një drejtim më optimist dhe më premtues këtë të ënte binjak. Ditët e fundit mund të kenë bërë të vëresh çdo boshllëk, çdo detaj dhe çdo gjë të pathënë në marrëdhëniet e tua. Por tani hëna në shigjetar, të ndihmon ta shohësh të njëjtën marrëdhënie me një tjetër këndvështrim. Jo duke pyetur çfarë nuk shkon, por çfarë mund të ndërtojmë së bashku. Një bisedë me partnerin ose me një person shumë të afërt mund të ketë më shumë hapje, sinqeritet dhe optimizëm se sa e kishte të mërkurën. Megjithatë, ndikimi i Venusit përballë Saturnit vazhdon, ndaj sinqeriteti në marrëdhënie mbetet ende i rëndësishëm. Por të ënten, ndryshon diçka, biseda e sinqertë nuk sillet më rreth të njëjtit problem pas zgjidhje, ajo fillon t'u çojë diku. Mund të bëni një plan, të sqaroni një keq kuptim ose të kuptoni më mirë se çfarë dëshironi të dy nga kjo marrëdhënie. Të ënten binjak, një marrëdhënie e rëndësishme fillon të ecë përpara. Mos ki frikë të flisni për të ardhmen. Gaforia. Jeta jote profesionale me një energji të re dhe më optimiste këtë të ënte gafore. Presioni dhe analizat e shumta të mesjavës fillojnë të zbuten, ndërsa hëna në shigjetar të ndihmon ta shohësh rutinën e përditshme me më shumë kuptim dhe qëllim. Një situatë në punë që ka ecur shumë ngadalë mund të zblokohet papritur. Një detyrë që të ka marrë shumë më tepër energji nga sa duhej, të ënten mund të përfundojë shumë më lehtë. Një tjetër ndryshim i rëndësishëm vjen nga përfundimi i katrorit Mars-Neptun, që nga java e kaluar mund të kesh ndjerë konfuzion, mungesë motivimi ose pasiguri për atë që duhet ta bësh. Tani mjekulla fillon të largohet. Me 20 gusht e di më qartë çfarë po bën dhe pse po e bën. Dhe kjo e bën çdo detyrë shumë më të lehtë. Mos u detyro nëse ditët e kaluara dukeshin të çrregullta. Sot fillon të rikthehet drejtimi, motivimi dhe ritmi yt. Luani. Diçka që lidhet me krijimtarinë ose dashurinë, rifiton besimin dhe shkëlqimin e saj këtë të ënte Luan. Hëna në shigjetar, në zonën tënde të gëzimit dhe krijimtarisë, të ndihmon ta shohësh me më shumë optimizëm atë që gjatë kësaj jave është analizuar dhe vënë përballë realitetit. Një ide ose projekt krijues për të cilin ishe i emocionuar para se të mërkurës mund të marrë një shtys të dytë, rikthehet frymëzimi dhe dëshira për të vazhduar këtë të ënte. Nëse në jetën tënde romantike ka pasur pak tension ose ftohtësi, atmosfera mund të bëhet më e ngrohtë dhe më e ëmbël. Dielli qëndron ende në shenjën tënde dhe për 2 ditë, përpara se të kalojë në vigjeresht të shtunën. Kjo ënte është nga ditët e fundit të plota të sezonit të Luanit dhe duket sikur universi po të kujton të shijosh atë që të bën të lumtur. Diçka që të pëlqen të bësh, një aktivitet që të sjellë kënaqësi ose një person pranë të cilit ndihesh mirë, mund ta bëj këtë ditë vërtet të veçantë.
Dhe mesazhi i ditës: jepi vetes lejes të shijosh jetën Luan, sot gëzimi, dashuria dhe krimtaria tregojnë se je në rrugën e duhur. Virgjëresha. Shtëpia ndihet më e lehtë dhe më e qetë këtë të ënjtë Virgjëresh, pas një jave me shumë mendime, analiza dhe emocione të thella. Hëna në shigjetar sjell një ndjenjë më të madhe hapësire dhe lehtësie në jetën tënde familjare. Diçka në lidhje me shtëpinë ose një marrëdhënie familjare që të ka rënduar gjatë mesjavës, të ënjtën nuk duket më aq problematike. Tensioni fillon të ulet dhe më në fund mund të ndihesh sikur shtëpia po merr frymë përsëri. Një bisedë me një familjar mund të marrë gjithashtu një drejtim pozitiv, në vend që të flisni vetëm për atë që nuk po funksionon. Dikush mund të fillojë të flasë për të ardhmen, planet dhe mundësitë që keni përpara. Ky ndryshim këndvështrimi mund të jetë një lehtësim i madh pas disa ditëve ku vëmendja ka qenë kryesisht e problemet. Mos u përqendro më te ajo që shkoi keq. Shiko çfarë mund të bëni të ndërtoni së bashku. Një kapitull më i qetë, po fillon në shtëpi. Peshorja. Komunikimi yt bëhet më i hapur dhe optimist këtë të ënjtë peshore. Një bisedë që në mesjavë duke e rënduar, e ndërlikuar ose e vështirë për t'u shprehur, sot merr më shumë lehtësi dhe drejtim. Diçka që thua ose shkruam në 20 gusht mund të përcillet me më shumë ngrohtësi dhe qartësi. Ditët e mëparshme mund të të kenë bërë të analizosh çdo fjalë, por sot nuk ke nevojë ta mendosh kaq shumë çdo gjë. Një mik i afërt ose dikush me të cilin ke kontakt të përditshëm mund të hapë një temë që e ndryshon krejt drejtimin e botës, e bisedës. Në vend që të flisni për atë që nuk ka shkuar mirë, vëmendja vendoset te ajo që mund të ndodhet më tej. Është pikërisht energjia e hënës në shigjetar, të largohesh nga problemet e së kaluarës, të shikosh drejt së ardhmes me më shumë besim. Pas tensioneve dhe sinqeritetit të smërkurës, sot gjithçka duket më e thjeshtë. Mesazhi i ditës: mos u kthe vazhdimisht te ajo që shkoi keq. Një bisedë e hapur mund të tregojë se e ardhmja është shumë më e bukur nga ajo që prisje. Akrepi. Financat e tua marrin një drejtim më të sigurt dhe optimist këtë të ënjtë Akrep. Hëna largohet nga shenja jote dhe kalon në një pozicion më të zgjeruar duke sjellë një lehtësi pas intensitetit emocional të 3 ditëve të fundit. Diçka në lidhje me parat, të ardhurat ose vlerën që i jep vetes fillon të duket më menaxhuesme dhe më premtuese se të mërkurën. Mund të ndjes edhe më në fund, po shikon një rrugdalje ose një mundësi që më parë nuk e kishe të qartë. Një situatë financiare që nga eklipsi ka kërkuar shumë analizë dhe sinqeritet, mund të marrë sot shtysën e parë të vërtet për të ecur përpara. Mund të qartësohet sa do të fitosh, sa duhet të kërkosh për punën tënde ose si do të funksionojë një marrëdhënie financiare. Ditët e fundit mund të kenë qenë losme, po ato kishin një qëllim, të detyronin të shihej realitetin pa iluzione. Tani vjen shpërblimi i asaj qartësie. E ënjtë është dita kur kupton se gjitha ai sinqeriteti po ndërtonte një rrugë më të mirë përpara. Shigjetari. Hëna është në shenjën tënde sot dhe e ënjtja duket sikur bërë përshtatërisht për ty shigjetar. Pas disa ditësh me shumë analiza, presion dhe vëzhgim të detajeve, atmosfera fillon të lehtësohet. Më 20 gusht, mund të ndihesh më shumë vetvetja se sa je ndjehesh që nga e diela. Gjërat lidhen me identitetin tënd, zgjedhjet e tua dhe drejtimin ku po shkon duken më optimiste dhe më premtuese. Një plan i madh ose një drejtim për të cilin ke punuar që nga eklipsi mund të marrë sot një lajm konkret pozitiv. Mund të vijë një përgjigje që ke pritur, një konfirmim ose një zhvillim që e çon situatën në drejtimin e duhur. Diçka që ke ndjekur me kujdes gjatë ditëve të fundit, më në fund fillon të jap rezultat. E ënjtja sjell një pjesë të asaj që eklipsi kishte vënë në lëvizje, dhe lajmi i mirë është i mirë. Mesazhi i ditës: besoj rrugës ku ke zgjedhur të ecësh, sot mund të marrësh konfirmimin që të ka munguar. Bricjapi. E ënjtja është më e qetë dhe më reflektuese për ty Bricjap. Pas intensitetit dhe emocioneve të ditëve të fundit, kjo është pikërisht ajo që të nevojitej. Hëna në shigjetar në zonën tënde private bën që optimizmi i sotëm të ndihet më shumë brenda teje se sa në sytë të tjerëve. Diçka që ka qenë duke u punuar në mendjen lidhur me një qëllim, projekt ose drejtim të rëndësishëm fillon të bëhet më e qartë. Nuk ke nevojë t'u thuash të gjithë atë që po ndjen, mjafton që ti vetë të kuptosh se je në rrugën e duhur. Një plan afatgjatë ose diçka për të cilën ke punuar prej kohësh mund të marrë konfirmimin të heshtur, por shumë të rëndësishëm. Nuk është domosdoshmërisht një lajm publik apo një sukses që të gjithë do ta shohin. Është ajo ndjesia e brendshme që të thotë, po, kjo është ajo që duhet të bëj. Mjegulla që të ka bërë të ndjesh i pasigurt për motivimin dhe drejtimin tënd fillon të largohet. E kuptoni përsëri çfarë po bën dhe mbi të gjitha pse po e bën. Të ënjtë nuk ke nevojë për duar trokitje, besimi i qetë në veten tënde është i mjaftueshëm. Ujori. Një miqësi ose një situatë në rrethin tënd shoqëror
Me një drejtim më pozitiv dhe me energji këtë të ënjte ujor, diçka në komunitetin ose grupin ku bën pjesë, që gjatë javës duke ndërlikuar apo e tensionuar, në 20 gusht fillon të duket më premtuese. Një mix mund të bëjë diçka që të kupton pse ja vlen të investosh në marrëdhëniet me njerëzit që ke përreth. Mund të jetë një gest i vogël, një bisedë, një mbështetje ose thjesht një moment që të rikthen ndjesinë e përkatësisë. Edhe një qëllim afatgjatë që po ndërtohen bashkë me të tjerët mund të marrë një hap përpara. Nëse jenë në një grup, projekt ose bashkëpunim ishte bllokuar në mesjavë, sot mund të gjejë përsëri ritmin. Dhe gjëja më interesante, ajo që lëviz sot mund të jetë pikërisht ajo për të cilën kishe filluar të humbisje shpresën. Hëna në shigjetar, mbështet dëshirën tënde për të krijuar lidhje, për të bashkëpunuar dhe për të ndërtuar diçka më të madhe së bashku me të tjerët. Të ënjte në York, diçka reale fillon të marrë formën tënde shoqërore. Mos e nevlerëso fuqinë e njerëzve që ecin në të njëjtin drejtim me ty. Peshqit. Karriera jote me një drejtim optimist dhe më të qartë këtë të ënjte peshq. Hëna në shigjetar, ndriçon zonën tënde profesionale dhe publike, duke të ndihmuar të shohësh me besim drejtimin ku po shkon në punë, në situatë profesionale apo që në mesjavë duke e paqartë, e bllokuar se e vështirë për tu kuptuar. Të ënjten fillon të marrë formën dhe drejtimin. Mund të kuptosh më qartë se cili duhet jetë hapi yt I radhës. Ajo që lidh konkretisht në punë lidhet me diçka që katrori Mars Neptun ka mbajtur të mjegulluar që nga java e kaluar. Mund të kesh pasur vështirësi të kuptoje çfarë të motivonte ose pse duhej të ndiqje një drejtim të caktuar. Në 20 gusht, mjegulla largohet, e kupton çfarë dëshiron të arrish dhe pse po përpiqesh të arrish. Këtë hartësi të rikthen te vetja dhe bën çdo vendim profesional shumë më të natyrshëm. Mos u shqetëso për konfuzionin e ditëve të kaluara, ai nuk ishte humbje kohe, thjesht duhej pak kohë për të kuptuar drejtimin e duhur. E ënjtja të sjell qartësi, besim në një hap të rëndësishëm përpara në karrierë. Dhe le të themi shenjat me fat për datën 20 gusht. Shigjetari, hëna në shenjën tënde dhe sill lajme të mira, konfirmime dhe zhvillime pozitive për plane të mëdha shigjetar. Diçka që ke pritur mund të fillojë të lëvizë në favorin tënd. Kemi shenjë tjetër më me fat për nesër, dashi. Fat në plane dhe udhëtime dash, një plan I madh, një udhëtim ose një drejtim I ri me shtys. Mund të marrësh një përgjigje që e kishe pritur prej kohësh. Dhe shenja tjetër, luani, fat në dashuri dhe kreativitet luan. Energjia romantike dhe krijuese rikthehet, një marrëdhënie ngrohet ose një projekt që të emocionon me një shtys të re. Pra dhe këto ishin parashikimet e yjeve për 12 shenjat e zodiakut për ditën e ënjte 20 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.